Të nderuar të pranishëm, shkëlqesit tuaja, mirëmbrëma. Kam kënaqësinë që t'ju mirëpres sot në njoftimin e një projekti kombëtar për digitalizimin e kompanive të vogla dhe të mesme nga Mastercard. Ka shumë njerëz nga ju këtu që janë në botën e biznesit, botën e financave, të bankave, dhe sot flasim për parat dhe pagesat. E për ata që nuk janë nga Shqipëria, duhet ta dini se njëra nga gjërat që na dallon ne si shqiptarë është mënyra se si paguajnë. Mbas një tavoline, mbas një darke, mbas një feste, shqiptarët zihen që të paguajnë. Jo e kam unë, jo e ke ti, është me këto sebepet qëna apo të sajuara, kush e kush të paguaj tavolinën. Po si paguajnë vizitorët e huaj që po vinë në Shqipëri, 11 milion e kusur vitin e kaluar, cilët kanë tjera zakone. Dhe duaj që të përfitonin për një moment një kafene në një nga rrugicat tipike të Tiranës, ku pihet, si thotë kryeministri, një kafe nga më të mirat në botë, ku një djalosh nga diku në Evropë është duke pirë një kafe. Dhe mbasi ka mbaruar së piri kafen, do që të paguaj dhe kruan xhepat dhe nuk ka moneda, as kartë moneda, dhe dëshirojnë që të paguaj me kartë. E thot, a mund paguaj unë me kartë? Përgjigja zakonisht këtyre ditëve ka qenë nuk paguan dot me kartë. Atëherë si bëhet? Në një skenar se ky ne e dim se çfarë ndodh, tipikisht shqiptari do t'ja paguajë dhe që rast. Me këtë kafe ne kemi një evropian i cili largohet me mbresën e një bujarie shqiptare, të vërtet, dhe një kafexhi shqiptar i cili nëse vazhdon kështu pa inovacion në mënyrën se si paguhet në kafen e tij, herët apo vonë nuk do i dalin llogarit ashtu siç duhet. Tani mund të përfitojmë se çfarë ndodh një vit më pas kur ky projekt për cilin flasim sot bën që 4750 pika të ofrimit shërbimit, njohura si POS, të instalohen në bizneset të vogla dhe të mesme shqiptare, që duhet të thënë janë një motor dhe një peshë shumë e rëndësishme e ekonomisë dhe punësimit në Shqipëri. Pikërisht për këtë do të flasim, se si një Shqipëri e së ardhmes është më shumë se sa një vend shumë i kërkuar për vizitorët evropianë. Një Shqipëri ku mund të paguash lehtësisht në mënyrë digjitale, në mënyrë të sigurt, praktikisht kudo. Dhe ne mund të vjojmë pastaj të zihemi se kush paguan, po ndoshta do themi do të paguaj unë, por me kartë. Kam kënaqësinë që të mirëpres të parën për fjalën e saj, Ministren e Shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit, zonjën Delina Ibrahimaj. I nderuar kryeministër, i nderuar guvernator, i nderuar zoti Barnett, është kënaqësi për mua të jem sot këtu mes aktorëve kryesor të sistemit financiar, të sektorit të pagesave, për të përshëndetur lançimin e një projekti të ri të Mastercard në Shqipëri, po si. Qeveria shqiptare do ta mbështesë këtë projekt dhe do të bashkëpunojë me Mastercardin për këtë iniciativë, pasi ne besojmë fort që vetëm përmes digitalizimit ne mund të modernizohemi, e gjithë ekonomia shqiptare mund të modernizohet. Ne mund të luftojmë plagën e informalitetit dhe mund të përshpejtojmë me ritme akoma më të shpejta rritjen ekonomike. Ky nuk është vetëm një besim. Digitalizimi dhe inovacioni kanë qenë një nga shtyllat kryesore të vizionit të kësaj qeverie që kur mori detyrën e saj. Para vetëm një dekade, pak më shumë në fakt se një dekade, ne kishim vetëm 15 shërbime online. Ndërsa sot, ne kemi 1252. Dhe në fakt, në atë kohë, askush nuk mund ta imagjinonte që gjithë shërbimet që i ofrohen publikut, privat, pra biznese apo individ, do të ishin online. Ishte e pa imagjinueshme atë kohë që do të vinte dita kur nuk do të kishte më sportele në për të gjithë zyrat e administratës publike. Kur qytetarët shqiptarë, për të marrë shërbimet e tyre, do të asistoheshin nga asistente virtuale dhe jo nga njerëz mbas mureve të një administrate. Mbi të gjitha ishte shumë e vështirë të kuptohej se digitalizimi përkthehet në të ardhura, përkthehet në kursime monetare, qoftë për individët dhe qoftë për bizneset. Radhët, rrëfshfeti, dhënia e çdo lloji shërbimi, që nga hapja e një biznesi deri ke marrja e një licence, koha për dhënien e shërbimi, që nga përpilimi i deklaratave tatimore apo doganore, që nga lëshimi i një fature, ishin të gjithë komponentë që bëheshin me letër, që bëheshin me dorë, dhe ishte e pa imagjinueshme se si këto përkthehen në kursime për bizneset. Po ja ku jemi sot, ku vetëm gjatë vitit të kaluar janë ofruar 15.2 milion shërbime online dhe nga shërbimet online janë kursyer 620 milion euro nga individët, nga bizneset në Shqipëri apo jashtë saj. Në dekadën e fundit, ekonomia shqiptare është rritur me 2.5 herë. Të ardhurat për frymë janë trefishuar.
Numri i turistëve është 10 shfishuar, ndërsa të ardhurat nga turizmi janë 5 shfishuar. Janë të gjitha këto shifra që na tregojnë se si këto shifra janë përkthyer në rritje të konsumit, në rritje të ardhurat për sipërmarrjen shqiptare që lidhen me konsumin, që lidhen dhe me turizmin. Edhe në sektorin financiar, ne kemi pasur avancime të konsiderueshme. Një dekadë më parë, vetëm 40% e shqiptarëve kishin një llogari bankare, ndërsa sot kjo shifër ka arritur në 80%. Numri i pagesave digjitale për frym në vitin 2015 ishin 2 pagesa për frym, ndërsa sot janë 28 pagesa për frym. E megjithatë, në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian, ne vijojmë të mbetemi mbrapa. Rreth 96% e pagesave kryhen cash. Bëhet fjalë për pagesa ndërmjet biznesit dhe konsumatorët. Sot vetëm 40% e kompanive që kryen transaksione me konsumatorët kanë një POS dhe nga këto vetëm 22% e tyre mund të konsiderohen si përdorues të shpejtë të POS-it. Me qëllim për të kuptuar pse ndodh kjo, kush janë arsyet që tregtarët apo individët nuk i përdorin POS-et, nuk i përdorin pagesat digjitale, por edhe me qëllim për të promovuar pagesat digjitale, ne gjatë vitit 2024 ndërmorëm një projekt pilot. Piloti na tregoi se nga ana e tregtarëve, sjellja e tyre nuk ndikohet nga edukimi në përdorimin e teknologjive. Që prej reformës së fiskalizimit, çdo tregtar në Shqipëri ka një pajisje elektronike, pra nuk mungon edukimi në përdorimin e këtyre pajisjeve. Nga ana e qytetarëve, gjithashtu është evidente se çdo qytetar i çdo lloj moshe apo prejardhjeje sot përdor një telefon. Sjellja e tyre është kryesisht e ndikuar nga zakoni i përdorimit të paras cash, por gjithashtu nga mosnjohja e produkteve të instrumentave të pagesave digjitale dhe nga mosbesimi i tyre. Ndërkohë që nga ana e tregtarit, sjellja ndikohet kryesisht nga kostot dhe nga asgjë tjetër. Ndaj unë jam besim plot që programi Mastercardit, i cili do ofrojë POS-e për tregtarët në markete, taksi, hotele apo restorante, do të garantojë gjithashtu që kostot e transaksioneve do të jenë zero deri në një kufi të caktuar, do të nisë rrugën drejt tejkalimit të barierave të përdorimit të pagesave elektronike nga gjithë skeptikët. Nga ana tjetër, iniciativa e programit të cashbackut do të tejkalojë hezitimin e përdorimit të këtyre instrumentave nga popullata, pra nga konsumatorët. Ashtu si me shërbimet online dhe me reformën e fiskalizimit, ne do të kemi një reduktim të kostove të operative të bizneseve, të cilat sot mund mos perceptohen, por jam e bindur që në të ardhmen do të bëhen realitet. Jam gjithashtu e bindur se nëpërmjet fushatës së ndërgjegjësimit për tregtarët dhe për publikun, si dhe me partneritetin me qeverinë dhe sektorin financiar, në një kohë të shkurtër ne do ta ndryshojmë realitetin e pagesave. Nëpërmjet mbështetjes së këtij programi, ne do të hedhim një hap më shumë drejt forcimit të ekonomisë shqiptare, duke ulur kostot dhe duke ulur informalitetin. Ju falenderoj dhe besoj fort që në këtë sallë gjithë aktorët që janë sot këtu prezent mund të bëjnë të mundur që ky program të jetë i suksesshëm dhe të zgjasë ndër vite, duke arritur ato maja që ne duam të arrijmë. Faleminderit. Faleminderit, zonja ministre. Koha tani për të dëgjuar nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zoti Gent Seko. Nderuar zoti kryeministër, nderuar ministri Ibrahimaj, nderuar zoti Barnet, nderuar kolegë, miq të ftuar, është një kënaqësi e veçantë për mua të marr pjesë në prezantimin e këtij projekti ambicioz dhe mjaft domethënës në kuadër të nxitjes së përdorimit të pagesave elektronike, përfshirjes financiare dhe formalizimit të ekonomisë shqiptare. Krahas këtyre objektivave, vlerësoj se programi POSI, që sapo përmend nga ministri Ibrahimaj, mbështet dhe forcon themelet e përpjekjeve tona të përbashkëta drejt një tregu sa më të zhvilluar pagesash, të parafruar plotësisht me praktikat europiane, që do të mundsojnë përmbushje në kohë dhe me efikasitet të objektivit ton madhor për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Me kënaqësi përmend se Shqipëria si vend pararoi në Ballkan, fal bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë dhe qeverisë shqiptare, arriti të tregoj se edhe në fushën e pagesave ka përmbushur më së miri detyrat e saj, çka u certifikua dhe u kurorëzua me anëtarësimin e saj në zonën gjeografike SEPA.
Do doja të nënvizoja se në këtë garë të hapur midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, të lidhur drejt për së drejti me planin e ri të rritjes dhe financimet që ai gjeneron për secilin vend, Shqipëria rriti tregonte e përsi ndaj vendeve me një fazë edhe më të avancuar zhvillimi në procesin e integrimit. Përtej materializimit të një sër përfitimeve thelbësore për ekonominë dhe qytetarët shqiptar, kjo arritje dëshmon qartasi angazhimin e lartë të Shqipërisë për të qenë pjesë e familjes europiane. Megjithatë, pavarësisht zhvillimeve pozitive nga pikpamja ligjore dhe rregullative, për të arritur objektivat tona, është i domosdoshëm zhvillimi i mëtejshëm i tregut. Prej disa vitesh ne jemi njohur dhe jemi duke punuar intensivisht në këtë drejtim dhe ndër arritjet kryesore mund të përmend sistemin AIPS euro të zhvilluar nga vetë Banka e Shqipërisë, i cili ka kursyer qytetarëve dhe bizneseve shqiptare nga viti 2022 deri më sot rreth 200 milion euro kursime nga komisionet, gjithashtu operacionalizimin e bankingut të hapur, pra të open banking, përmes të cilit javët e fundit janë realizuar dhe transaksionet e para, dhe së fundi projektin TIPS Klon që ne po bëjmë me Bankën Italis, një projekt i cili është në zhvillim më sipër dhe do të jetë operacional në vitin 2026. Por pavarësisht i fakti, ndërveprimi dhe bashkërendimi përpjekjeve me të gjithë aktorët për të krijuar një ekosistem sa më efikas që ofron sa më shumë alternativa për aktorët ekonomik, është thelbësor. Dhe projekti i sotëm është një pasqyrim i bukur i këtyre përpjekjeve. Bashkëpunimi me aktorët ndërkombëtar, të tillë si kompania e njohur Mastercard, është jetik për promovimin e pagesave elektronike. Vlen theksohet se në tregun shqiptar, kartat janë instrumenti më i përdorur me të cilët qytetarët dhe bizneset shqiptare janë familiarizuar ndjeshëm. Lejoni të shpreh mirënjohjen tonë për këta aktor me të cilët fal prezencës së tyre qenë fillesat e sistemit aktual bankar, mundësuan që tregu shqiptar të prezentojë me teknologjitë më bashkohore dhe më efikase të kohës. Kështu në 4 vitet e fundit, përdorimi i kartave është rritur me rreth 300% ose 3 herë duke bërë kartat pra instrumentin më të përdorur për pagesat elektronike, ku 7 transaksione nga 10 transaksione të pagesave elektronike në tregun shqiptar sot kryhen me kartë. Sigurisht zgjerimi i përdorimit të pagesave me këtë mjet është shoqëruar dhe me një zgjerim të ndjeshëm të infrastrukturës së POS-eve, pra të POS-eve, të cilat janë dyfishuar në 4 vitet e fundit. Një zhvillim i tillë është mjaft i domosdoshëm dhe vlerësohet, këtë shërbyer si nxitës si ekonomisë shqiptare, jo vetëm sa i përket produktivitetit efektiv, por dhe kursimeve të jashtëzakonshme. Më konkretisht, bazuar në të dhënat e Bankës Shqipërisë dhe të Bankës Botërore, rezulton se nga një zëvendësim i pagesave me para fizike në masën e 35%, po të kryen me kartë, mund të kurseshin mesatarisht rreth 2 miliard lek në nivel ekonomie. Për më tepër, nëse ky zëvendësim, pra i pagesave kesh me para fizike, me pagesa me kartë në masën 70%, nëse do të kryej, atëherë do të kurseshin rreth 8 miliard lek në nivel ekonomie. Në vlerësimin e Bankës Shqipërisë, një objektiv i tillë mund të konsiderohet ambicios, por i arritshëm fal bashkëpunimit që po bëjmë me Mastercardin si ky bashkëpunim që ne po kryejmë sot. Mendoj se në saj të mekanizmave të krijuar në kuadër të digitalizimit të shërbimeve, si për shembull sistemi i fiskalizimit, së bashku ne mund të monitorojmë këto zhvillime dhe kur vlerësohet e nevojshme të ndërhyjmë më tej për të arritur objektivat e synuar. Gjithashtu dëshiroj të theksoj se bazuar në analizat tona, një shtysë e rëndësishme për rritjen e përdorimit pagesave me karta në tregun shqiptar ka qenë edhe shtimi i turizmit. Presioni i shtuar nga kërkesa e turistëve për të kryer pagesa me karta në një farë mënyre ka imponuar zgjerimin e pikave të aksesit në pagesa me karta nga bizneset shqiptare. Për ta materializuar këtë zhvillim, mjafton themi se nga viti 2020 në vitin 2024, pagesat me karta janë rritur me 7 herë, nga 2.5 milion transaksione që ishin në vitin 2020, në vitin 2024 ne kemi pasur 17 milion transaksione të kryer me karta. Në këtë linjë logjike, vlerësoj se programi POSI që po prezantohet sot ka një domethënie të veçantë në përshpejtimin e përdorimit të pagesave me karta në ekonominë shqiptare, pasi adreson pikërisht ato segmente të tregut që vlerësohen si tepër dinamike
dhe që ka nevoja për prezantimin edhe më të gjerë të pagesave me karta. Duke ndikuar në faktor thelbësor, si kostot e përdorimit dhe edukimi financiar, të cilët vlerësohen si dy nga barierat më domethënëse për zgjerimin e pagesave me karta, jemi besimplot se ky projekt do të ketë rezultate tepër pozitive. Duke ritheksuar rëndësinë e projektit për zhvillimin efikas të tregut pagesave dhe formalizimin e ekonomisë shqiptare, ftoj bankat të marrin pjesë në mënyrë sa më aktive në këtë projekt dhe fal mekanizmave në dispozicion të tyre të nxisin materializimin e suksesshëm të objektivave të projektit. Në përfundim të fjalës time, dëshiroj të shpreh angazhimin maksimal të Bankës së Shqipërisë për realizimin e këtij projekti dhe gatishmërinë tonë përhershme për promovimin e digitalizimit dhe inovacionit në ekonominë shqiptare, me qëllim final formalizimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit. Ju falenderoj. Shumë faleminderit zoti guvernator. Pa ky projekt quhet POSI dhe ideja është që kur një klient vendas apo i huaj drejtohet me pyetjen a mund të paguaj me kartë, i thua POSI, edhe përgjigjja do të jetë pra pozitive si në patjetër. Kam kënaqësinë që të mirëpres tani presidentin e Mastercard për Europën, zotin Mark Barnett. Your Excellency, Prime Minister Rama, ministers and partners, it's a huge honor for me to be here today to support Albania, shining bright on the map of Shqipërinë që Europe të and continuing to build ndriçojë në digital hartën e Evropës dhe të ndërtojë një infrastrukturë ekonomike digjitale. Së fundi e kemi parë Shqipërinë të jetë trend në tre destinacionet më të para turistike, kjo në bazë të analizës që ka bërë Mastercard të udhëtimeve e të turizmit. Unë në fakt mund të shoh që realiteti fizik mund të konfirmoj të dhënat, natyrë e bukur, njerëz miqësor, profesionizëm i lartë, krijimtari, This is kudo. my second time Kjo është hera ime e dytë në Shqipëri dhe në fakt duhet të eksploroj dhe më shumë me qeverinë se si të mund të eksplorojmë zhvillimin e ekonomisë shqiptare me instrumente digjitale, me siguri kibernetike dhe me investimet në pagesa elektronike. Sot kremtojmë një gur themel të ri në këtë rrugtim drejt transformimit digjital, që është një biznes dhe ofrimin e levertisë për konsumatorët e sot. Ne shpallim një program të përshpejtimit të pagesave elektronike që do të mbështes tregtarët në kategoritë e larta. Në fakt shqiptohet POSI, nuk e di nëse shqiptohet tamam si duhet. Dhe në fakt e dua shumë idenë që në qoftë se dikush kërkon të paguajë me kartë, në tjetri thotë sigurisht POSI. Programi do t'i mbështes tregtarët në dyqane, restorante, hotele, bar kafe, taksi, në terminal më të aksesueshëm të pagesave përmes partnerëve tanë bankar, shumica për cilëve janë në këtë sallë dhe programi nis më 1 maj 2025, pra vetëm pak ditë prej ditës së sotme. Ne në Mastercard mendojmë që të ecim mirë duke bërë mirë, që do të thotë shkojmë globalisht për të përmbushur nevojat lokale. Angazhimi global është që të sjellim 1 miliard njerëz dhe 50 milion biznese vogla në ekonominë digjitale. Megjithatë, është shumë e rëndësishme për ne që të mbështesim nevojat e bizneseve lokale. Kemi bërë një lloj kërkimi disa muaj më parë dhe kemi pyetur bizneset e vogla si ndihen për digitalizimin dhe pagesat elektronike. Studimi zbulon se 82% të përdoruesve të POSit parashikojnë zgjerim të biznesit. 21% shohin një rritje domethënëse të ardhurave midis 15 deri 25% të këtyre të ardhurave. Një tjetër 43% kanë përjetuar një rritje konsiderueshme të ardhurave midis 5 deri në 10%. Ndërkohë që gjysma e tyre që nuk kanë terminal pagese, po marrin konsiderat të kenë një në të ardhmen, kryesisht shtyrë nga dëshira për të ofruar më shumë alternativa pagese për të përmirësuar kënaqësinë e klientit dhe për të rritur
për efikasitetin e biznesit. Interesi është më i lartë tek segmentet që përmenda, dyqanet e ftafërimeve, ato të ushqimoreve e kështu me radhë. Mund të shohë që Tirana dhe Shqipëria në tërësi po ndërton një histori të re sa i takon rritjes së bizneseve të vogla, turizmit, inovacionit, transformimit digjital, e po kështu po bën hapa të mëdhej përpara në evolucionin teknologjik, duke mbajtur e ruajtur atë çka është e paçmuar nga e shkuara. Për të nxitur ekonominë digjitale, ku të gjithë janë të lidhur e ku të gjithë mund të përfitojnë, është jetike që të forcohet bashkëpunim me konsensus ndërkombëtar për çështjet e qeverisjes digjitale. Fokusi ynë përbashkët duhet jetë të ndërtojmë sisteme ndërvepruese për të ndërtuar besim, të inkurajojmë investime të përshkallëzueshme, të kemi një fushë të barabartë loje dhe po kështu të inkurajojmë bizneset e të gjitha përmasave për të përdorur të tilla teknologji dhe për të përdorur në mënyrë etike të dhënave. Të ndërtosh alianca që janë të forta, dinamike dhe të bazuara në respekt të ndërsjellë, duke bërë këtë jo vetëm që arrim objektivat tonë individuale, por krijojmë po kështu dhe histori të reja suksesi e ndikimi për komunitetet tona dhe për botën. Faleminderit shumë. Thank you very much, Mr. Barnett. Faleminderit, Zoti Barnett. Programi kombëtar për digitalizimin e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme, përmirësohet edhe nga prania e kryeministrit këtu, le ta mirpresim së bashku kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. Përshëndetje të gjithëve, përpari dua t'i uroj mirëseardhjen drejtorit të Mastercardit për Europën dhe gjithë skuadrës tij, e cila, siç e tha drejtori, vjen për të dytën herë në Shqipëri dhe këtë herë për të lançuar një produkt të domosdoshëm për tregun, të mirëpritur nga Banka e Shqipërisë edhe nga bankat e nivelit dytë dhe shumë të dobishëm për qytetarët e këtij vendi. Më vjen shumë mirë se këta kapitalistët e mëdhej nuk shquhen për ta mbajtur fjalën në kohë, por kapitalistët e Mastercardit e mbajtën fjalën, sipas afateve që dakordsuam, edhe vetë drejtori që unë dyshoj se do ketë në një përqindje në DNA-n e vetë këtej nga Ballkani, u kthye edhe vetë personalisht në Shqipëri për të thënë që fjalën e mbajta edhe ja ku jam këtu, dhe siç e dëgjuat, bëri dhe prezantimin e këtij aktori të ri, të fuqishëm, me reputacion dhe eksperiencë të jashtëzakonshme globale, siç është Mastercardi. Për ne është shumë e rëndësishme që Mastercardi hyn në Shqipëri si rezultat i faktit që sot, siç tha drejtori, e gjen tregun shqiptar të gatshëm për të adoptuar veten me produktin e Mastercardit, por nga ana tjetër për ne është shumë e mirëpritur ardha e Mastercardit, sepse është koha që revolucioni ynë digjital të thellohet shumë më tepër edhe në drejtim të thjeshtimit dhe të përmirësimit të sistemit pagesave në vend. Ne kemi bërë një punë të jashtëzakonshme me shërbimet online, kemi sot mbi 95% shërbimeve që kryen shteti online, nuk kemi arritur akoma të bëjmë online martesën, se duhen dëshmitarë, duhen fizikisht jenë të pranishëm të dashuruarit e tjerë e tjerë. Mbase do të arrihet edhe kjo, po ne nuk e kemi arritur. Dhe një sër
njësër shërbimesh tjera, siç është marrja e gjurmëve të gishtave për pasaportat, kartat e identitetit, pra shumë pak shërbime shumë speciale kërkojnë praninë e individëve. Dhe me këtë revolucion ne kemi praktikisht, sipas një auditi ndërkombëtar që morëm për të parë se çfarë ka pasur si rezultat të drejtë për drejtë në ekonominë e shqiptarëve ky transformim, 620 milion euro të kursyra. Thjesht nga kalimi i shërbimeve, nga shërbime fizike me sportel, me radha, me udhëtime, me kosto benzine e tjerë, 620 milion. Por ajo që është më shokuese akoma është se janë kursyer vajtje ardhje të barabarta me 25.000 rrotullime për rreth tokës. Kaq është distanca që ju shkursyer njerëzve duke ja u dhënë shërbimet online. Dhe duhet kemi parasysh që nga platforma e shërbimeve online përfitojnë dhe të gjithë shqiptarët që janë jashtë, të cilët pak të platformë për çdo shërbim duhet vinin në Shqipëri, ose për disa shërbime specifike domosdoshme atje duhet shkonin patjetër në konsullatën ose në ambasadën shqiptare. Tani, kur vim tek pagesat, ne kemi të dhëna shumë të frikshme, negativisht, për sa i përket përdorimit masiv të keshit dhe përdorimit minimalist të kartave të kreditit, ndërkohë që e dhëna pozitive është se kur ne kemi marrë detyrën, kanë qenë rreth 30% e qytetarëve me një llogari bankare, sot numri ka shkuar në thuajse 80%. Pra, kemi një masë kritike që mund ta angazhojmë në gjithë të proces. Dhe nga ana tjetër, drejtori e tha, Mastercardi në fakt na ka nxjerr her pas here me shkëlqim në ato klasifikimet e tij për vendet më të frekuentuara turistike. Shqipëria në turizëm është sot në maj si vendi me rritjen më të lartë të turistëve mes një grushti vendesh. Dhe nga ana tjetër, ne konstatojmë që rritja e të ardhurave nga turizmi ka shkuar në thuajse 5 miliardë. Mirë po, vetëm 4% e transaksioneve bëhen me kartë krediti. Dhe kjo tregon se sa i madh është boshllëku dhe tregon edhe sa shumë para të cilat nuk i takojnë atyre që i mbajnë, duhet i shkojnë mbrapsht qytetarëve për të vëshën. Dhe sa shumë të ardhura tjera duhet i shkojnë qytetarëve përmes taksave, gjë për cilën ne besojmë që digitalizimi i pagesave është një nga instrumentet themelor, në mos instrumenti më i drejtë për drejtë. Por ajo që ne kemi diskutuar vazhdimisht në drejtimin e ministres për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit ka qenë që këtë proces ta bëjmë but. Dhe me Mastercardin diskutimi që kemi bërë dhe filozofia me cilën na ka prezantuar drejtori me ekipin e tij ka qenë që të mos hymë në një fazë të re për të sjelljes së qytetarëve me biznesin me qytetarët, me imponim dhe me masa shtrënguese, por
të hymë fillimisht me një ftesë për bashkëpunim që Mastercardi faktikisht e materializon me këtë program duke shpërndar 4.750 poste, i thonë këta, por për ata që nuk e din, janë terminale pagese për ato mrokullat e pagesave, falas. Në mënyrë që hotelet, restorantet, marketet dhe taksit të mund t'i aksesojnë këto mrokulla pa qenë të shtrënguar që të dalin dhe t'i paguajnë në tren. Jo vetëm kaq, por Mastercardi ka edhe një limit të caktuar për përdoruesit e këtyre mrokullave që nuk paguajnë asnjë komision, pra 0% të komisionit, deri në një prag vjetor të caktuar. Mbi pragun pastaj fillon komisioni. Është pozitive ajo që tha drejtori, që nga studimi i bërë nga Mastercardi, janë mbi 50% operatorët e biznesit që e konsiderojnë pozitive mundësinë për të marrë mrokullën edhe për të filluar transaksionet në botën e sotme, jo akoma në epokën e gurit. Dhe në ndërkohë, përveç këtyre mbi 50%, ka një tjetër aspekt që është i rëndësishëm, që 83% e atyre që e përdorin këtë mrokull kanë një rritje të lëvizjes, të dinamikës të numrit të klientëve dhe të transaksioneve si rezultat i pamjes së shëndetshme që ka biznesi i tyre dhe si rezultat i besimit që krijohet pa futur në mes lekët, kam ta thyes, shko thyje pak aty afër, jo po se shif se i kam të pathyme, edhe në fund historia degradon në një muhabet pazaresh otomane. Kështu që për gjitha këto arsye, për të mos u zgjatur, unë besoj që sot është një ditë shumë e mirë për ne, është një ditë shumë e mirë për tregun, është një ditë shumë e mirë për bankat. Bankat gjithmonë ditë mira kanë këtu në Shqipëri, janë edhe i vetmi lloj biznesi në planet që kur nuk i ecën mirë në një gjë ja rrasin klientëve. Qeveria për shkak se bën dot kurrë këtë punë, dhe është një ditë e mirë patjetër edhe për Mastercardin, megjithëse është një elefant i madh, po në këtë tregun ton të vogël ne kemi konsumator agresiv. Shqiptarët kanë një proporcion shumë interesant midis nivelit të ankesës për çfarë nuk shkon dhe nivelit konsumit. Sa më shumë rrisin konsumin, aq më shumë ankohen që nuk shkon kjo punë. Nuk shkon në kuptimin që duhet të konsumojnë më tepër, edhe kjo na bën shumë optimist për të ardhmen, sepse ekonomia jonë dhe fuqia jonë është pikërisht individi shqiptar. Kështu që duke i falenderuar edhe një herë të gjithë, pa dashur të vazhdoj të flas, sepse nuk e kam zakon të flas gjatë, ju përsëris atë që tha guvernatori, të gjithë bankave që ta mbështesin këtë proces në mënyrë aktive, është shumë e rëndësishme për ne, ashtu sikundër tani shpresoj që mbas arrest Mastercardit do kemi mundësinë të presim edhe vizën këtu në Shqipëri, se nuk do rinë pa ardh tani.
Se kur I kemi thënë hajdeni, thoshin, nuk është Shqipëria shumë interesante për ne akoma. Tani që Shqipëria u bë interesante, erdhi Mastercardi përpara. Kështu që ne tani jemi në krahun e Mastercardit, Visa duhet ta di që këtu do ketë një vështirësi shumë më të lartë për të bërë marrëveshje me ne. Shumë faleminderit gjithëve, edhe shumë suksese bankave se kanë shumë nevojë për të pasur sukses. Faleminderit zoti kryeministër. Unë do t'i ftoj tani një pauzë shumë të shkurtër, do t'i japim mundësi kryeministit që ta përcjellim atë për në agjendën e tij. Shumë faleminderit. Menjëherë mbas saj ne do të rregullojmë dhe skenën sepse kemi një fireside chat, siç quhen këto bisedat pranë zjarrit me njëri tjetrin. Shumë faleminderit.